Shikosë të ndëruar mirë mbrëma, si rëndom edhe sonte në emisionin 2-1, bëjmë rumbullaksimin e ngjarjeve më aktuale nga sporti vendës dhe ndërkombëtar. Top ngjarja kombëtare e Kosovës në futboll kualifikohet për në grupin B të Ligës së Kombeve në play-offin e garëve, dyert në poshtën në Islandë dhe sonte në Spanjë. Me rezultat të përgjithshëm 5-2 kaluam në grupin B të Ligës së Kombeve. Për këto dy ndeshje do të flasim në studio me analistët tanë Ajet Shoshllën dhe Rafet Prekazin. Nga sportet vendore veçojmë basketbollin dhe handbollin në takimet e kësaj fundjavë. Për të gjitha këto do të flasim në vazhdim të emisionit, mirë po paraprakisht do të bëjmë një shkputje të shkurtër publicitare. Shikos në ruar, rikëthemi në studio, paralajmëruam në vetë krevë në emisionin se do të flasim të mboshtë e bisedës, do tjetë takimet e Kosovës me përfaqësuesën e Islandës për kualifikimin në grupin B të Ligës së Kombeve, play-offi nga grupi C kaluam në grupin B, shënuam 2 fitore, mundëm 2 Islandën në Prishtinë 2-1 dhe në Spanjë 3-1 me rezultate të përgjithshëm 5-2. Ashtu si që thamë në fillim, këto takime do të analizohen me analistët tanë Ajet Shoshllën dhe Rafet Prekazin, nëse vetë në ruar mirë mbrëma ministrë. Zoti Shoshllë, po nisi me takimin e sontëm, fituam edhe një ndeshje këtër në Spanjë dhe u kualifikuam në grupin B. Përgjithsisht me pak fjalë në fillim, që do ndeshja sontme? Po, pikës pari të morë kisha uru të gjithë futboldashtit kosovar dhe majgjër, pastaj posaçërisht futbollistët, stafin teknik, si edhe tërë federatën, për këto suksese, për këtë sukses, dhe më thonë që na mundsoj që të rangohemi në grupin B, apo në rangun B. Dhe më thonë, për këto 8 ndeshje, i kemi ashtu, dhe më thonë, të këtyne kualifikime, i kemi 6 fitore, ashtu një humbje dhe një barazim, e që do të thot një rezultat mjaft i mirë që na mundson prapë për thëmë dhe më thonë që të rangohemi në këtë ligë, apo në grupin B. Për ndryshë sa i takon ndeshjes së sonte, mendoj që ishte një fillim jo i mbarë, joni, sepse ti do të thonë që pësuam me njëherë në minutën ashtu parë, në dytë, si kurse po më dhej që ishte ndoshta edhe ashtu ndeshja para prake, po më dhej para diso ndeshjeve të tjera, ndeshje po dhëmë me cila mirë po është një komponent shumë e madhe për futbollistit tonë, dhe që duhet lavdruar, sepse edhe pse pësuam, më njëherë do me thonë në minutën e parë, në minutën e dytë, nuk e hupëm durimin, nuk e hupëm qetësinë, mirë po në të kundërt do me thonë e rujtun edhe durimin, edhe qetësinë, dhe kështu që me thonë e kapën lojë që prej fillimit dhe mendoj që e dominuam lojën plotësisht gjatë tërë ndeshjes, ku edhe me posedim të topit, edhe me krijimin e rasteve, ashtu ishim në një avantazh shumë të mëdha ndaj kundërshtare. Vetëm një statistikë ashtu Tomi deri në minutën 25-26 duket raporti i goditjeve jo në kornizën e portës, mirë po gjatë në drejtim të portës ka qenë raporti 10-1 në minutën 25-26, e që do me thonë automatikisht tregon dominimin të cilën e kishim ne. Ishte mendoj një shtu qasje e ekipit dhe pruam si një ekip ashtu kompakte, ku të gjitha repartet pothuaj se ishin ashtu afër njëna tjetrit, dhe me këtë qasje, dhe më thonë, me këtë koncept ashtu të lojës, mendoj që ishte, dhe më thonë, ajo parësore që të kryojmë edhe avantajë. Mund të them që një Island e cila për mu në krahasim në Prishtinë që luajti ishte shumë më e dobët, se sa do të tregoj lojë më të dobët, mirë po sigurisht që ka tregu lojë më të dobët se ne nuk ja mundsuam ashtu të luajmë, e që mendoj që në krajë dhe mos të zgjati ashtu po mendoj shumë, në krahasim me ndeshjen e parë, ku posaçërisht pjesën e parë që alojshim në mes fushë, tani ne kishim edhe mes fushën, e që do të thonë krijuam një balans në mes të gjitha reparteve, do të thonë mes fushë është gjithmonë ai që do të thonë një balans i gjithë ekipit, edhe mbrojtjes edhe sulmit, me që mendoj që ishte ajo po mendoj kjo kryesorja që erdhëm deri te ky rezultat. Dhe për kazi po hym paka shumë se hapi zoti Shoshllë dhe temën analizës, po hym në analizë të ndeshjes. Pësuam gol shumë herët dhe pikrisht aty ku është pika jonë më e dobët, ndërprerjet islandezët ishin të gjatë, nuk e mbuluam mirë dhe pësuam gol.
që në minutat e para, mirë po duket që kjo përfaqësuesja, kjo kombëtare jonë ka filluar të krijojë tash edhe përvojën, sepse si sa dhe zoti Shosholli nuk ram me njëherë nga tempo i lojës. E vërtetë është, mirë po lojën e futbollit e dim që asnjë lojë nuk përngjan lojës tjetër. Nëse referohemi lojës parë në Prishtinë me Islandën, do të thotë s'ka pas asgjë bashkë diçka me këtë ndeshjen, po këto që e thatë ju, mendoj që është mos e vërtetë, sepse mas lojës në futboll nuk ka justifikime, edhe kjo që ndodhin disa lojë për avërsisht, ndoshta këta djem, aq herët ka ra gol, ndoshta, me paraqitin që e ka bo pjesën e parë mandej lojtar në varë mënyre, thu se kemi porosit me marë shumë shpejt gol, edhe mu jek ajo friga, ajo që ka pas disa lojtar, disa ndeshët dopsit të ekipës tonë, edhe mandej lanë për shtypje që mos kanë qa me hupë, veç minutin e parë, edhe dulë që është jashtë zakonisht pozitive. E tash, kur e dhanë Kosova golat mandej e barazimi, këto mund me jep ti si analizë, mirë po une me pësu gol minutin e parë, mund me ndodhë dhe kundërta. Do të thotë, nuk ka ndodhë ajo kundërta që ka ndodhë futbol, ka ndodhë ajo që na pe i përvojës që kemi lujtë futbol, ose kemi dhe që ekipet ka ndodhë, nëse shumë heret e me gol, mandej një farë mënyre lirohet ekipa. Kjo ndodhë me Kosovën. Pa u hi e lanë në analiza shumë thellë të ekipës edhe të lojës, çdo gjë, mendoj që ka lujtë Kosova këto vite edhe na i ndeshë mirë, na i ndeshë jo të mirë, sido që tjetë personalisht mendoj, edhe kur jashtojmë rezultatin dhe qëllimi u arrit që me kalu këto kvalifikime Kosova, unë mendoj që 45 minuta pjesës parë me Islandën, ndeshin me sot me është loja me e mirë prej që Kosova a lojë kvalifikusi. Muj me jekë, diqka ndoshta në i pjesë, në i ndeshje ku ka lujtë djemë të jashtë zakonisht mirë, po këto që e thash, ma shti pësi, kur e pësum gol shumë heret, nëse e mërni edhe akcionet, edhe rastet që i patëm që nuk u shfridzum për disa lojtarve, po kur krejt e logaritim pëse thomë këtë pjesën e parë ka qenë jashtë zakonisht për mu ma e mira të Kosova A, edhe goli parë, edhe goli dytë janë aksione të ndërtuara jashtë zakonisht mirë. Zotë Prekazi, thatë që 25 minutat e para kanë qenë më të mira që i ka lujtë Kosova. Thatë edhe që loja dallon nga loja. Nëse i referojmë lojës parë, është pjesa parë e sonme dhe pjesa parë në Prishtinë diametrisht kundërta. Në pjesën e parë Prishtinë kemi lujtë me shumë gabime. Po kjo është masë e vërtet. Pjesën e parë kemi lujtë jo shumë mirë me Islandën. Islandën kalon për shtypje si për para në ekipe fort. Mirë po ato ku kemi qalu shumë në pjesën e parë, mendoj që ka qenë një reagim i stafit, trenerit, ato që ka kemi parë, se na ma mirë shojmë nga nalë se ata që janë pankinj, ato janë shumë normali futbol, edhe s'ka më shefësi futbol, ato që ka përgadit treneri lojën e parë, mendoj që zavendësimet kanë qenë adekuate gjatë kokë me kokë, edhe ku mendu që fillimi i pjesës dytë është fjalla për lojën këtu në Prishtinë, a mund Kosova gjatë me mojtë atë presion me kundërshtar, mendoj që ja ka arrit. Pse bedhëm këto? Prej që ka arë këtë trenere dhe lojën e parë, dikun 25 minuta kanë lujtë ndeshën e parë, së kujtohet me kënë, rrallë kemi po Kosovën me një presion të lartë ekipës, edhe këtu për krishki televizion, ku më deklaru lojtarë cilët ekipe lunë edhe sa kanë minutarë si titularë që lunë të na, sepse ai që nuk lunë ka 90 minuta, s'paku 80 minuta në liga shumë të nalta që gjena lojtarë, a mund atë rritëm me majtë shumë gjatë. Pikrish kështu ka ndodhën pjesën e parë sot, edhe pjesën e dy që ju e cekët me Islandën. Kuptohet që aty mëndej ka edhe disa lëshime, ka mrapa disa zbrastina që me këtë ekipën që ka Islanda, dhjetë qëfar sulmi ka, lujnë lojtarët në për La Liga, Sociedad e kuje diqka, jonë 3, edhe ka ndalë 2 herë më duket, pa ma parasysh sa a 3, në ka pështu portieri Muriqi, për atë dhe është në portaj. Mirë po, nuk duhet me arru që në qatë presion që kemi bo kundërshtarit, në ka imponu rezultati, plus rastet që i ka pas Islanda, i kemi pas në ndoshta edhe më të mira, ju kujtohet Rashica me këty topë nëse me shutu, si do që tjetë ka qenë rezultate dhe loja e mirë. Unë nuk du tash me amohu kërkujna në futbol, sidomos shtetit tem, një pjesë.
Po mu, ndoshta akoma jam me emocione mas ati golit parë që e pësu mësonte, po për mu personalisht 45 minutat kanë qenë më të mirat për mu të ekipa. Pse për dhëmë këto? Edhe loja, edhe Mir Rashici, cili ka pak kritika, bëhet fjallë për lojtar jashtëzakonisht kvalitativ për paraqitit e tij, edhe sonte për shembull pat rastin aty një meni, mirë po krejt kur është kvalitetin pyetje e ka arsyetu emrin që e mbon Rashica, sepse të 2 gollat ka shumë hise. Edhe të e para kur e pasimin aty në 16 metër, sidomos ky pasimi final të goli i dytë i këtij Muriqit. Por, duhet me këqyr gjanat do shta se cili pikandit vetë. Unë mendoj që sistemin që i lunë treneri nuk e kum kuptu shumë qartë të filimin e ndeshjes, sepse Rashica ka shku shumë djathtë. Edhe tash, nëse Rashica ka shku shumë djathtë, atër metët i vetmuar Muriqi, po le që shkon djathtë shumë. Mirë po mandej u ngushtu pozita dhe kalon për shtypje që Krasniqi është beku i dyti djathtë i Joni. Edhe kur Rashica mandej ka ardhë, sepse gjatë lojës mandej e vrem që treneri lunë 4-4-1 ose 4-4-2-2, edhe Rashica kur ka ardhë tash majtë lojtari i lirë, saj nuk e ka lujtat, po që këshiqoni tash golin e dytë, për shembull është gjysë majtë, si alo i majtë, po normal që lojtarë që nuk lëvizin hapsin, atër gjdo kundërshtar shumë letë të merujt, atë lojtarë dhe nuk oj frikshëm. Sido që tjetë prapë dhëmë akcionet që i kemi bua jetë e përmeni diçka një statistikë që është shumë reale, unë nuk mojnë mend me ekip mund me Islandën, me bo kaq këto goditje, zdo me thonë në portë. E këto e shumë për një ekip dhe e tha jetë jo rasishtu në mendoj, pra po thëmë, do shta kë rezultat edhe në të req, pa kështu që kemi kalu grupin tjetër, që që një akcion edhe të goli parë, këtu merë pjesë Rashica, edhe të goli 200% goli Rashicës, kur e merë krejt në përgjësi, ato që e thash mendoj që 45 minutat të Kosovës janë më të mirat prej që lujna me ekipën A. Zoti Shosholli, e thatë në mesi fushës, dallim prej pjesës parë ka funksionuar në pjesën e dytë mirë. Ajo që shihet dhe bën përshtypje është që sonte kemi lujtë jashtëzakonisht disiplinë në aspektin taktik. Mbulimi vendeve, kur topi ishte në posedim të kundërshtarit, ne krijonim si thuhet në zhargonin e basketbollit një mbrojtje zonale në fushën tonë. Po, pikrisht të marrë, unë mendoj që thash edhe në fillim, sot ne kemi pas një balansim të repartë. Kur thonë balansim, do me thonë edhe në pjesën ofanzive edhe në pjesën defanzive. Atë që për ne në pjesën defanzive, me sulmues dhe me sfoshort, kryum një blok, ashtu do me thonë një blok shumë të mirë, deri të ngjeshur, do me thonë që në projtjes, do me thonë, mes fusha, së bashku me sulmuese, ju bashkangjitën dhe në 3 vija, do me thonë, formum një blokad ku kundërshtari shumë vështire kishte të depërtonte dhe mirë, edhe pse islandezët dhije që shquhen për duhet lojë dhe për lojë në ajrë, të sërë edhe ashtu e aplikun, mirë për me gjithate edhe në lojë në ajrë, mendoj që kemi qenë ashtu mjaft të mirë. Të ndërlidhe me atë që unë e thash për ndeshjen e parë të Tomi, se pjesën e parë, posa që është në pjesën e parë, kom tani, pasa e bëj një krasi me këtë ndeshjen e dytë, këtu mes fushën e kemi pas të bëmë shumë të dopë. Posa që pjesën e parë të ndeshjen të parë në Prishtinë. Sepse dore në zemër, me thonë të drejten, ashtu Rëdhani, pastaj Valoni, ashtu Berisha, si edhe Rashica, si edhe lunten mes dy sulmuese, më ndaj nuk e kanë duel lojën, dhe me thonë, apo një lojë fizike, ka shi një Islande që e ka. Pra ndaj aty, përveç Rezbeqajt, ashtu më ndoj, kemi pas ashtu ramje në mesfush. E që në pjesën e dytë, me hyrjen e këtu dy futbolistëve, dhe me thonë ashtu e Emirit, ashtu edhe Vesel Demakut, me ndoj që fituam shumë në mesfush. E që u të regu, dhe me thonë, edhe sante, edhe pse Emiri nuk startoj, kur hyni me ndoj që e krypo edhe për atë minutar që e pat, ashtu deri sa Demaku, me ndoj që deri në lëndimin që e pat, me ndoj ka lut një lojë shumë të mirë, e që është e mira, e këtu në 2 ndeshjeve, ne i fituam edhe 2 ndeshje, mirë për mu i fituam
them ashtu, dhe më thonë në zhargoni ashtu në thojza, dy futbollistë, Demako Veselin, Demakon edhe Emir Sahiti. Emir Sahiti për mu, dhe më thonë, është një futbollist shumë kreativ, i cili nuk ka ndonjë ashtu po mbej... Nuk vret shumë, po punon shumë për ekip. Mirë po, kreativitetin e ka në nivel shumë të lartë, edhe teknikën e marrjes së topit në pjesën defanzive dhe më thonë e ka shumë të mirë. Prandaj mendoj që edhe njerë po e theksoj, është një e mirë, dhe më thonë që kemi fitu edhe dy futbollistë të jenë konkurent, mirë tani është pjesë, do më thonë, edhe e stafit, apo kryesisht e Franco Fodese, a do të startoj në të ardhmë me ta, po jo, mirë po, është e vërtetë, do më thonë që kemi fitu edhe dy futbollistë. Po thonë, një ashtu, do më thonë, për këto dy mdeshje, kemi tri pjesë shumë të mira, do më thonë pjesën e dytë të në Prishtinë dhe këto dy pjesë, do më thonë të tëra, do më thonë në Spanjë. Se unë të në Spanjë, të që do më është e mirë që, më thonë, jemi duke urrit edhe në loj, mirë po duke, do më thonë, edhe në ardhë deri të testimi i disa futbolistëve të cilët nuk kanë pas minutash të madhe, sepse nuk thuhet rastisht që testimi, do më thonë, në stërvitje, mund ne t'i bëjmë të gjitha testet, qëndrueshmërinë, shpejtësinë, çështjen ashtu po mbej teknikës, taktike. Mirë po, testi mbi të gjitha testet është loja, do të thonë që tregon për futboll. Pikërisht, do të thonë, edhe Demako po e potencoj edhe një herë, edhe Emiri Sahiti tregon, do të thonë, një test ku e kalon po më në mënyrë të shkëlqyeshme. Zotë Brekazi, në sonte, nëse ndaremi me detaje, për t'i analizuar atër Kosova, statistikisht nuk e kishte më shumë topin e posedim se sa islandezët. Mirë po, ne mbajtëm topin dhe nuk i humbëm topat e letë që ishte në pjesën e parë, në takimin e parë. Pra ishim shumë racional, ishim shumë konkret. Topi vinte në këmbë, pasimet e shkurta, pasimet prej planit të dytë, që gjithmonë ishin shumë të rrezikshëm për portën e kundërshtarit. Bajtoni apo jo? Po, 100% edhe pse Bajtoni ju tregoj. Nëse ato që e thash, bje 4-4-1-1, shqimin e parë doke që ndoshta Rashica duhet me konë majt, ndërsa ndeshjen e sondë, për shembull, këto që e thatë ju taktikisht, me qenë Muslija aty. Edhe tash rezultate edhe loja të lenë, kushtimisht me thonë realitetin, edhe kjo është për shembull mendimi i shnosh që i ka dalë mirë trenerit, se s'ka trener që s'ga bon. E pse i ka dalë mirë? Sepse Muslija për shembull ka lujtën Kosova 4-4-1-1 ose 4-2-2, Muslija ka qenë me sfushor ansor, i cili nuk është shumë i shpejt, edhe logikisht duhet aty në lojtar pak më të shpejt se Muslija. Po këto që e kini vrej që taktikisht, do të thotë trenerit i ka dalë mirë, sepse nuk ka këshyrë me deportu majt me Muslijon, por edhe me fut topa, edhe ne me sfushor, që nuk është shumë i shpejt, si Muslija në këtë rast, që s'mund me ikë shumë në gjysmë kundërsulm, qëllimi trenerit të që e këtë ju ka qenë. Me sepse para shicën, mas sulmusit, bje që 12 sfushor qëndror janë në minus sa i përket posedimit topit. Për me pas të ndimën, do të thotë e ka fut Muslijon si me sfushor ansor. Qëllimi kryesor me artë të pasimet më letë, mu qelë një dy lojtarë Rashica ose Muriqi, ose anën tjetër shumë djathë Krasniqi. Edhe Krasniqi bje taktikisht që ka lujt me sfushor ansor. Edhe logika me nërë të regon që pse posedon gjdo ekip këtë ras Islanda topin, sepse i kemi vetëm 2 me sfushor. E ki Req Beqen, edhe Muslim. Jo edhe Muslim, edhe atë Demakun. Po. Tash, që të dy janë lojtarë mjaft energjik, u tregu edhe pjesa dytë kur u bu. Vesel Demakun. Po, mirë po tash këtëve për pasimin e topit, me u barazu edhe mës me dominu shumë kundërshtar i ekipën tonë, e kanë si ndemës. Majtë Muslijen edhe gjysëm djatë që tash fillim e sionit, Krasnici, i cili nuk e bën akoma mirë atë me sfushorin, sepse nuk lu, duhet mu fut pak ma mrenda, edhe kë 4 me ndimën edhe Rashicës e bije taktikisht treneri që ka mëndu shumë logikshëm, kundërshtari mësë sepse ndeshën e parë që e po në këtu me Islandën ishin jashtëzakonisht preces, si do mbës mesri fushës, edhe
që kishin ata përparësi ishin në duele, sepse fizikisht janë më të fortë se lojtarët tonë, edhe ti nëse shkon tash me lujtën me ata, në qasi mënyre atër dihet që veç lojën mund me hu. Edhe, të kundërtën e kundërshtarit, mos me i në duele, zhargonin futbolistik, ju komentatorë thuni topi i dytë. A topin e dytë gjithë gati janë ata përparësi ndaj Kosovës, edhe mendoj që edhe ka ranë loja më ndaj sonte e mire Kosovës, shumë shnosh ka mendu treneri Kosovës, edhe ndoshta zgjidhje më tepër lojtarë, ndoshta do të bie edhe më mirë. Këta lojtarë që i kje bon taktikën. Kjo konë arsyeja pse Muslia jo shumë i shpejt me kundërsulme, edhe i keni vrejt, edhe Rashica për atyt, edhe Muslia kanë mujtën me dalë vetë me portjerë dhe jënë dalë, mirë po ju mungon shpejtësia, sepse këtë nivel, po i ikë një hapë një lojtarit, e pa logjik shumë mos me konë minimum kartoni i koqë se penalti. Si do që tjetë, këtë ofanzivën, presionin e lartë që ka bo treneri me lojtarët e Kosovës, pra po dhëmë shqiqimin e parë, nuk pajtohesh kush po lunë majt, edhe se i njofim ata lojtarët, por brumin që ka pas, unë e mendoj që treneri ato që i ka para ndeshës edhe gjatë stërvitis, plus para 3 ditëve ka lujt me Islandin, menoj që Islanda u bloku, edhe të kalon për shtypje që a Island që jo shumë e lodhe. Mirë po jo, ky vrapimi i lojtarëve tonë. Tem përfundoj me këto. Shpirti luftarak që i ka Kosova në kam pengu disa ndeshe se kemi pas dëshimi fitu. Këto që po e thome e vrejtëm në gjithë TV. Nëse e mërti një lojtari Kosovës i ri që ju futë në ndeshje, në futbol këtë topi 2, te goli 3 është gjishmëria e Muriqit i cili është super fort, mendoj që i ka meritu edhe këto gola edhe me ndeshjen e kalum edhe La Liga, mirë po në Prishtinë që shka lujt para 3 ditëve u konën perfekt. Sot një dhunti e ti, dhurat pe i Zotit, pe i bashkëlojtarëve, i dha që të shënoj 3 gola. Po du me thonë këto që thash angazhimi. Nëse e vreni, te goli 3 e mërlau për topin e 2, kërcen najrë, e prek me kokë edhe i vjen Muriqit cili e redzon lojen. Tash, kjo është ajo që këshiqoni këtu. Kërcen e mërlau edhe e bon gati si pasim. Ky shpirti luftarak, i këtëve djedjerë, unë e mërë që është dhurat për kretë neve në Kosovë, për gjithë shqiptarin që dhe ajeti edhe ma gjatë, dikun, si do që tjetë mendoj kur lufton kështu, është e pa mundër, s'paku mus me up lojen, mendoj që kanë meritu edhe me loja dhe gjithë gjë. Zoti Shosholli, i përmendet vijat, ajo që shihet në lojën e parë dhe të dytën, patëm krahu i majtë i Kosovës ishte shumë aktiv, paqarata me krosime, edhe në ndeshën e parë në dytën, dhe sajrë që vind të topin në krahu në majtë, e kishim një lojtar më shumë në mesfush ose në repartin e sulmi. E përsi numerike, do me thonë kryum e përsi numerike në kohën e duhur dhe në momentin e duhur. Dhe sa i përket pikrisht paqaratës, unë mendoj që paqarata për këto ndeshjet dhe gjitha ndeshjet dhe cilat i kalujt, mendoj që sonë të kishte ndeshjen të tje më të mirë, sepse ishte asistus për fëshje të 2 gollë. Edhe të goli i parë, do me thonë mirë, edhe të goli i 2, do me thonë e blokoj ashtu topin, vërtet e mur topin e pasër, pasaj aksioni filloj prej aty, prej paqaratës dhe pasaj deri të Rashica, i cili kishte një asist shumë të shkëllqyshë në Muriqin, dhe them edhe njerë po përsërish që edhe për paqaratën mendoj që është ndeshja me mirë prej se lumë në kombëtarin tonë. Tjetër një gjë e mirë e lojës tonë që është, sepse gjatë lojës gjithmonë trajnerët mundohen edhe të krejojnë, do me thonë, befasi. Kur thonë befasi, do me thonë... Befasi taktike. Befasi taktike, do me thonë që kundërshtari nuk e parashikon. E pikrisht në të 2 ndeshjet ne tregum që i kemi ato befasi. Te 2 qëndërmproqit, edhe te Lumbardit dhe Lova dhe te Rahmani. Sepse Rahmani, nëse shikojmë golin e avantajit, dhe më thonë, lojnë e parë, dhe më thonë, ishte, dhe më thonë, asisti i Rahmani te Lumbardit dhe Lova, i cili, dhe më thonë, kryoj avantajin e kom fjallën për ndeshin e parë. Po, ndeshin e parë, golin e parë. Po, dhe më thonë, kombinimi të dyve, dhe më thonë, në shënum golin e avantajit. Sunte, kemi pa Rahmanin në sa, jo vetëm prej ndërprime, mirë po dhe prej lojës ka hyrë disa herë në shanse. E që është, do me thonë, një mirë për ekipin, do me thonë që
mundon, ashtu e ndihmon në partin e sulmit, mirë po njëkohësisht, me thonë edhe është ajo befasia që kundërshtari ndoshta tepër nuk mundet me i vrejt dhe nuk mundet me i bloku apo me i marku. Prandaj, ajo është një gjë shumë e mirë dhe del që do më thonë të jetë edhe produktive ashtu, në përgjithësi për lojë. Zoti Prekazi, kemi thënë që Islanda është shumë një kombëtar ekip në aspektin fizik e përgatitur mirë. Mirë po, në të dyja ndeshjet, nëse analizojmë veç pas të dytën, taktikisht Foda ka sinjalizuar, më bëhet që i ka sinjalizuar dhe ju ka dhënë më shumë mundësi dhe hapësi dhe më shumë material lojtarëve që ta dinë që duhet të ikin kontakteve fizike, dueleve. Sot, sa po vitë të ndonjë lojtar i Islandës, ne e largonim topin dhe ju kishim direkt dueleve duke e pasur topin shumë shpejt në pjesë fushën e kundërshtarit. Kjo është mençuri, shumë saktë të thëtë, sepse lojtarë që kanë kvalitet edhe që ata që luajnë pa top, që lexojnë lojën, shumë rrallë vinë në kontakt kur je situatën me ne. Pikërisht kështu që se këtu, kur luhet futbolli modern me një prekje, dikur shoqës mund 2 maksimum, atëherë nuk mund marrë në kontakt shumë me lojë. Mund kur topi diçka në hapësinë, je më i shpejt, është hin duell. Mirë po, lojtarët tonë janë teknikisht. Shqo, ato që ka mendojnë për ekipin tonë, kom thonë shumë ma herë, të ka tërme. Ndoshta, kena me edhe na dopsi si ekip. Para herë për thumë këtë. Një ekip shumë e fort, që ka kvalitet. Treneri që e përradi që ka kvalitet lojën. Bukvalisht të thëmë. Vijen e sulmit, e pëtë të jetin për vija, edhe ju thamë mirë, unë mendoj. Vijen e parë, e ki Muriq, i cili është shumë tash kvalitet ka, është top form. E ki Ramanin vijen e fundit super kvalitet, super form. Po voli tash për ekipin të shtitë. Duhet të formojnë disi edhe një në mesfush. Do të 3 vijat, kër i ki 3 udheqat ekipës, ekipët e mdoj i kanë kështot, sepse të janë është si treneri pregadit, lojnë, ata një varë mënyre janë komandant të në fushë udheqë. Edhe këta lojtarë që kanë kvalitet, që kanë moshën në re, që komë jo rasti shumë përkësorën me lujtë, shumë ma leti përbalojnë këto lojtë e forta, një sulmuz 2, afer Muriqit, një qëndërbroj si ri 2, afer Ramanit, edhe të këshim pas një mosfushër, u dhe hec, i cili din munal, i cili din mui, do të se cilit lojtarë, si lojtari i fort bëhet që e ka bashkëlojtarin e fort. Krejt të tjera të futbol janë teori. Edhe Rashicën ka do kritika, për mua Rashica ka lejtë shumë herë të në një stenio kvalitativ. Po më ndoj Rashica se ka veri natural. Ta shumë varët mungesa lojtarve, respekt trenerit, taktikën që e banë, mirë po qaj Rashica po jepë 100%, në herë në 7 se jepë, si do shtetë, sot dhe arsujetoj. Unë personalisht nuk muj shumë e kritiku as një lojtarës, sepse nuk lunë venin e ti në natural. Ne njofim Rashicën, a i ven ku lunë Rashicën, e thash parës për muslin, ti mund me shti edhe lojtarë shumë shpejt, ati me mësushorë ansor. Është problemi i kapacitetit energjisë. A ki ti mundësi ma i djath e kini po edhe në në djath mbrojtësin tonë, shumë kvalitativ. Mirë, po kur shkon 2-3 herë mund me bo shumë gabime edhe është varët kapaciteti këtu i... A mundet më këtu me kohë? Me kohë edhe a mund me gjithë, a është mandej luftarak, me luftu, ka lojtar teknik. Dhe Prekazi, a përmendet ju mesin e fushës, a mendoni që nga dalë, por kemi filluar të kryojmë një lider Reçbeqe, mirë po, a duket nga kjo që thatë, kështu s'pako kryoa për shtypjen që edhe Reçbeqe si mungon të jetë dikush afër ti? Për që në vrejt pak pjesa parë këtu, s'du kretë me emna, i cili nuk ka qenë nivelin e duhur, mirë po nuk ka qenë bashkëlojtari i ti duhur për me ebë diqka. Edhe që në boz avensimet pjesën e dytë, gjalli arë shpreje, ka lujtë edhe ma mirë, nuk do të thotë që shoki ti pengon. Mirë po ku duhet me gjeti qiftin e një lojtari që i përshtatët. E kemi thonë atër, kur a jetin e ku pas trener, me ata trenera shumë të maj, e kam pas atë fjallë orë të futboli tandem. Po, tandem. Edhe futboli është kështu. Ti merë më nga kuptu ma letë, e tha tjërë, po së është tema për ekipe tjera. Nuk i shkon Mesi mësë me pas afer i Njestën edhe Qavin. Pas i Njestën si shkon mësë me pas Qavin. Do të të kjo futbol kështu, u vrejë që do mos kur u bo zavesimet pjesën e parë këtu me Islandën. Në qatë aspekt po mendoj se bëhet fjallë për lojtarë të mirë. Unë e mendoj që jardë me e mirë kome kone edhe Mërlaj, e kuptonë edhe ma eret,
tash në ligë pak më të naltë, puna kretë ndryshe, disa ndeshe, edhe përvojën që këmë marë, që thaksh për këto duela. E Mërllaj është sa që vrapu si mirë, unë e shumë herët këmë thonë e duhet me konën të aja, më ka bëlqy djali. Nuk ka lojtarë që s'ka dopsi, po janë disa dopsi në futbol, cilat shumë let treneri, edhe në teori mund mi t'i jekë, e te Mërllajnë e so vjellë. E Mërllajnë e kumë përse disa lojë shumë turta, për shambull, nuk e thonë publikisht qëfar, po qa që ka dopsin që në teori treneri ja spjegon në djali inteligent edhe veç që kena gacën për tarë një me sfushor shumë të fort. Unë e pata qëlimin kështu, jo me emna. Kemi për shambull në sëllë, me morishin mund qdo lejtarë edhe mu konë golgeter edhe minimu, sepse ka shumë përvoj edhe është top fort. Njëjtë për një qendër në mbrojtës. Qëfarë do që se mendimi personali imi, ma jetim bisedojmë shpesh për analiza loj, për thamë publikisht. Jemi e këtë gjatë dakord, tash varët për trenerit që për shambull Delova, është lejtarë shumë këtë, për mu personalisht, ndoshta ma shumë kishte me jepën. A mendoni është pyetje për të dytë, zoti Shoshollë, në fakt që pëjtë në prej, a mendoni që ne me Delovën, edhe pse nuk ka kur far dileme, po lunë mirë po, a mendoni që ne pe humbim një lojtar në mes fush, dhe nuk pe kemi një zavendësim në repartive që në mbrojtjes me Ramani, sepse si kur t'ish ardh pak më përpara në mes fush Delova, por prapë se prapë nuk e kemi në një zavendësim këtu. Po mirë, nëse gjindet një qëndërsulmues adekuat në tandem, qëndërmbrojtës, po, më falë, qëndërmbrojtës, po, apo stoper në tandem me Rahmanin, u mendoj që Delova mund e bëten shumë i frytshëm në mes fush. Se në krah, nëse ka Reçbeçaj, ashtu Delova, pastaj Demaku, dhe kreativitetin për shembull e kemi te Musliu dhe te Emiri Sahiti, po që tani unë mendoj që mund me kriju një mes shumë të fortë, sepse në parim kemi theksu sa herë ashtu pomendoj të marr edhe në emisionet e së bashku me ju e këtu, me thonë ekipi i cili domethënë e dominon apo e kontrollon mes fushën, mesin e fushës, edhe në pjesën defanzive, edhe në pjesën ofanzive, nuk është garancë. Mirë po, i ka gjasat më të mëdha, domethënë që ta fitojnë ndeshjen apo së paku që ta ketë një barazim. Sepse, po them, krahasimi më i mirë është prapë po kthehemi në ndeshjen e parë, pjesës parë, domethënë kur ne kemi çalunën në mes fushë. Prandaj është një ekip kur ke futbollistë të tilla, po që thonë all-around lojtarë, më thonë që i lunë disa role, pozicione, sikurse që është rasti që më thonë me Delovën, pastaj është edhe Musliu deri dikun, sigurisht do më thonë edhe ky Emiri Sahiti, si mund edhe në krah, mirë po edhe në mes fush, e që për mu për shembull personalisht pa interferenca, kishte me qenë ideal në mes dy sulmuesve, ku mund do më thonë një loj, jo loj në vërtet, është distributer i shkëlqyshëm, dhe thonë që i furnizon ashtu po mëdej. Bas dy shpicër që thu. Sakt. Zoti Prekazi thatë për Muriqin, mirë po taktikisht nga lojrat të për më pahajrën me para se të vije foda, Muriqi ka pas shumë detyra, duele, ka arë shumë për zonës sonë të repsis, ka larguar topa. Mirë po, tash e kemi në një pozicion që po luon shumë ma fill zonës së qëndërsulmuesit e ku e ka vendin. Mirë po, nëse i referohemi atëherë dhe tash, Muriqi ka humbë shumë angazhim, shumë energji, dhe deri sa është kthyer, është dashur një 2-3 minuta dhe sa vinte vendi i vet, pra këtu po më duket që foda ka racionalizuar shumë pozicionin e Muriqit. Pajtoni apo jo? Po, ka këtë të vërteta, për atë arsye dhe ka futën një gjysëm sulmuesi Rashicën, që kushtimisht se lojtari duhet me lujt ato që ka treneri e vendos. Po, edhe pse s'është pozicioni ti natyral. Këto është problemi. Do të të mendime ka punu edhe Rashica, edhe treneri që ka dalë mirë për ekipin. Pa më parasysh qëfar të mund me përqindje, kurse ki vendin aty natyral, sepse lojtari duhet me lujtën edhe shumë pozita. Mirë, për në e njohim Rashicën, a i me konstruksion nuk është. E pa të sot pjesën e parë, kur dur një Rashicë shumë kvalitativ, aty hupët ma te për në energji se pozitën që e ka Rashica. Edhe atë energji që e ka hupë, faktikisht të thatë jashtë zakonisht mirë, Rashica, kur u dollë aty me porter, kretë kemi prit që do të bërë një mashtrim me atë lojtarin, sepse ka kvalitet. Mirë, po veç a i lojtarin, këtë Rashica e din sa ka këtu energji, frymarja, sepse përmen ati nuk i kalon kërgjë futbol, realisht.
Na kemi letë këtu, Jo, ato ka duh me bo. Po sakt, Mirë, po aje din atë momentin. Mirë, po kvalitetet e ti që i ka i tregoj mandej me pasimin që asni me sfushol kvalitativ nuk e jap topin kërja ka japën. Muriqit. Po, edhe Muriqit për shkakun, aq është top form, këto që edhe treneri ka bo, Muriqit i vynë këto topa, sepse edhe Muriqit, kër e ka pranu topin, jashtëzakonisht edhe mandej edhe pesh më të madhe dhe rëndësi më të madhe ka në këtë rast individualisht. Topi Rashicës, se me uq aty Muriqi atër bjenuj edhe këtë topi Rashicës si Rashicës që i ndodhi. Edhe mendoj që kjo është arsyeja pse unë jem dakord me trenerin që ka mendu taktikisht këto gjana. Edhe po dhëm prap, unë në fillim se ku vrejt në analizën që shisha qa po lunë Rashica, tash, ka mundësi këtë. Ka mundësi që treneri i Kosovës i ka thonë minutat e parë mës me vrejt ekipa kundërsha sistemin tonë. Edhe këto kalojnë të trenerit. Absolutisht, sepse lojtarët me përvoj minutat e parë analizojnë, nuk vlena e që ki jepti deklarat edhe në gazet që kemi lujt. Mirë po aty lojtarë kvalitativ. Edhe Rashize kërë këmë pa për mu s'ka qenë diçka normale. Ka fillu në deshe shumë djathë të audi edhe lëpsha kohë Krasniqi. Do është ta këj ka qenë taktikisht. Mas asoj minutave u hi realisht, sepse 4-4-2 vret mas avantajit Kosovës kur fillon pjesa dytë. Atër, edhe Muriqi gjysëm majt lunë edhe gjysëm djatë pak Rashica. Me njërë mas e kemi shënu golin e dytë e kemi pas sistemin 4-4-2. Sak. Po jo, edhe ajo ka qenë mirë, po 4 s'ka lidhje kjo që po dhëmën e sistemi. Levizja lojtarë, po kryesore, ajo është esenca e lojtarëve detyra që i kanë. Edhe kjo kur u vrejt 4-4-2, mandej është letë, se mos unë ma shtru kundërshtarin. Aty vetëm pritim zavendësimet, që shupin ekipa energji, ato jenë gjana që treneri. Mendoj që treneri ka bo mirë, bile, kur u arë rezultate dhe parë 3-1, ata jenë dash 2 gola, më nepë, më në kalu që ju konë fështirë, plus kur u morë kartoni koq, dhe të të krejt ka shku në favorit tonë. Qdo aspekt që e ka shfridzu, mandej edhe stafi Kosovës. Edhe kër e ka marrë kuqin, mandej ka bo zavendësimet që na duhen për të ardhën ata lojtarë, bilim ka pëlqy këtë djali i ri që i një tash, se o bo 3-1, ata kartonin e koq, edhe Brazili s'mund me të mujtë, këtë djali i ri që i një Galapeni, do thot, krejt ka shku në favorin e Kosovës, që ka mujtë edhe stafi me bo gabime, po jo, ato që i kemi paramendu, si mas rezultatit edhe vendosën gjanat prej trenerit. Mendoj që trenerin këtë rast i ka bua ato që ka kemi menduna, me i Galopeni edhe dikush tjetër. Zotë Shusholli, është shumë e interes dhe do doja që një mendim të, për faktit se keni një përvoj të tjerë zakonshme si trenerit. Po e lavdojmë fonde për zavendësime, si suhet në zhargonin e futbolit kokë me kokë. Dhe në këto pozicione, në këto Galopeni që është i ri, e përmendet Sahitin që po dëshmohet, pra e në këto zavendësimit e cilët po paralajmërojnë që edhe taktikisht fonda ka filluar ta mobilizojnë gjithë ekipën. Po e vërtet është të mërë, do më thonë përvoja ti veç po vjen në shprejhe, do më thonë nuk është rastësisht, do më thonë edhe kokë për kokë, edhe do më thonë, sepse në zejën e trajnerit, do më thonë, që gjëja ma e vështirë është, do më thonë, të kryosh rezultate dhe paralel asaj të afirmosh apo të formosh të kryosh edhe futbolist. E që falë është po më nej kësaj më thonë fatit mirë, po në shkon mirë edhe në këtë aspekt, do më thonë, sepse po thëmë për këto 8 ndeshje, thamë do më thonë që i kemi 6 fitore, një barazim, një humbe, mirë, po përveç që kemi prodhu rezultate, do më thonë, kemi fillu të prodhojmë, vërtet të afirmojmë edhe futbolist të ri, të si do të jenë edhe ardhja, do më thonë, e kombëtares tonë. Sepse foda prej për këto 8 ndeshje, pra po lidhen për ato sistemet që e përmende pak pare ashtu të mërë, më thonë, ka apliku disa ashtu sisteme të lojës, jo, s'po ka bëjë sigurisht, dhe më thonë prej ndeshjes e parë që ka, dhe më thonë edhe pse fatkeqësisht e kemi hub dashëm mënyrë të binë se ashtu me Rumunin 3-0, kemi dhe më thonë ka apliku sistemin 4-4-2, masanej 3 lojtë e radhës 4-2-3-1, që kemi pas 3 fitore, 2 me Qipro dhe një me Liechtenstein, kemi pas pastaj ka apliku prap ashtu sistemin 4-4-1-1, dhe më thonë 1-1, këtu që, dhe më thonë, ka pa një 3 sisteme të lojë që, dhe më thonë,
mirë, kanë formë nështë edhe kundërshtarit, mirë po që, do më thonë, kanë qenë ashtu të mirë relativisht, vërtet njeftë të sukseshme. Prandaj është një e mirë, do më thonë që jo të bëjmë eksperimente, mirë po që këto, do më thonë, është një çështje, do më thonë që trajneri po analizon mirë, do më thonë përbërjen të cilën e ka për momentin, mirë po edhe ka formë kundërshtarit. Kështu që unë mendoj që jemi në një rrugë shumë të mirë, ashtu do më thonë që ta formojmë një kombëtare ashtu kompakte, një kombëtare cilësore, duke po thëmë edhe formuar ashtu futbollistë të ri, e që do më thonë do t'jetë një halkë zingjir, ashtu do më thonë mos ketë ashtu zbrastira kur për shembull një gjenerat, hajde po e marrim Muriqin, Rahmanin, të cilët kanë ashtu një mosh ashtu po mendoj, dhe kur nuk janë më në gjendje ashtu të kontribojnë për kombëtarin, do më thonë kemi futbollistë që do më thonë nuk diktohet shumë edhe. Do të shohë, mendoni që kjo gjenerat, pikërisht kjo gjenerat që e përmendet, do duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht për faktin se këta djem kanë luajtur koqë një kohë gjatë bashkë. Kjo është një element shumë që na favorizon këtë drejtim. Po gati 70% nëse zgaboj ashtu të marrë prej kësaj gjenerate, këtë kontingent që kemi gati kanë qenë së bashku që prej fillimit. Apo një kohë shumë të gjatë, po s'tam bashkë prej fillimit, mirë po sigurisht 4-5 prej fillimit e ciklit eliminator që kemi fillu që ashtu botëror, e vërtet 2016. Prandaj është një komponent shumë e madhe dhe kishte qenë një e mirë që kjo gjenerat, me thonë këtë, dhe me thonë rrugtim që kemi fillu me ta zbashku me të gjithë të tjere që po vinë dhe të ri, dhe me thonë që ta kurorizoj me një ashtu me pjesëmarrje në një event e që shpresoj dhe besoj që do ta realizojmë. Qoftë në një ashtu po dhe eventin evropian apo eventin botëror. Dhe të them kishte qenë ashtu dhurata ma e mirë për ta, mirë po njëkohësisht edhe për neve për shtetin e Kosovës. Krejt për fund kam një pyetje për Kosovën, më mban pas do të analizojmë edhe pak ndeshjen e Shqipërisë. Edhe një element tjetër që e përmendet që të dytë taktikisht, 70% nëse nuk gabohem me përqindjen, ndështë mbase nuk mund të jemi sakt, mirë po afërsisht një 70% aksionet i ka filluar vija fundit e mbrojtjes. Po, është një element që... Po, një element dhe më thonë i futbolit bashkohor, futbolit modern, që zakonisht dhe më thonë ashtu topi, sepse në futbol që më thua, dhe më thonë, fanzira fillon prej momenti kur e ke topin në pozim, dhe sa pjesa defanzive fillon me njerë në atras, dhe më thonë kur nuk e posedon apo e hum topin. Prandaj është edhe njerë po e përse në futbolin modern bashkohor që zakonisht topi fillon prej repartit të mbrojtjes apo prej portierit, e që tani edhe portieri, edhe pse edhe për para në të kaluarën ka pas një liri, ashtu du më thonë që të jesë i lojtari, ashtu du më thonë në fush, mirë, po tani posaçërisht ju ka dhonë shumë ashtu po më rëndësi, dhe peshë edhe sikur në lojën e handbollit, që e shumë herë, du më thonë që hynë ashtu në lojën, ashtu e kemi, du më thonë edhe ashtu po më portierin, i cili du më thonë po i fillojmë aksionet prej repartit të mbrojtjes, normalisht, du më thonë, me mes fush, deri të bartja e topit, du më thonë, deri të reparti i sulmit, e që është ashtu një përparsi, kur e ke, du më thonë, atë përparsi që e qetë në mënyrë shumë të kontrolluar topin për para, nga para. E, du më thonë, që është të pyetje, edhe zakonisht, du më thonë, loja e tillë bjen edhe rezultatin. Kështu që është, po thonë, një gjë e mirë edhe një gjë ashtu bashkohore që po e aplikojnë të gjitha edhe ekipet elitare apo kombëtare elitare, normalisht ne në këtë cilësi që e kemi dhe ne kemi fillu dhe më thonë që të aplikojnë këto gjëra të futbollit bashkëkohor. Do të përkazë keni shtoni diçka pikërisht për këtë pyetje që thash që po fillohet nga vija fundit të mbrojtjes, aksioni po ndërtohet. Po këto janë vrejt lojët e fundit. Për shembull, po pikërisht për lojët e fundit. Po dy gjëra këto, jo rastisht ai drejtor të mirë. Me pas të jetë asi lojtar me sfush, atër delova rinë aty me Ramanin. Edhe në fillim, kur thamë, këto menova. Në koni që nërëzdoj, kur delova aty, cili lunë shumë shpejt me topin e parë, edhe 90%... është i sakt, pasim. Letë që i sakt, por rëndësia e lojës, këto që e kemi është, që delova 90% topave i jep gjithë një vit kundërshtarit sa inteligent me pasimi qëtë për lojës. E tim futbol, nëse prej asoj pozite e jep lojtarit vijës par, i cili është gjendje, i kena si lojtar, mu demarku, zhargonin futbolistik thot gjysë gol është, sepse ti mund me shiti topin edhe në 16 tonën gjithë ditën, ose aty para 16 metrë, është së efekt. Këto është
efekti i kësaj lojës, por që ato delova aty, me konë e ka topin jashtëzakonisht preciz, edhe lojtar i cili absolutisht me lujt edhe me nivel shumë të nalë nuk ka frikë. Këto e në gjana të linduna. Ta mërmendi o shumë gjakftoft, ajo dhe së është si njeri, mirë po me topin është as gjakftoft, edhe gjdo ere ka qëllimin thellësi me ep edhe shumë preciz. Shumë pak ka lojtar, asin në Evropë, të ekipë rëmën lojtar, kur Barcelona ka pas 10, Real Madridi, ka pas Crossin, Rodrin, cilët me një preke kundërshtarin e dzojnë matë pozicion 5-6 lojtarë. Komplet mbrojtje një qëtë prej lojtë. Absolutisht, kështu është po mendoj për parësi ekipa jote e Kosovët, sepse Delova edhe këtu qëndërbrojës është jashtëzakonisht kvalitativ. Mirë po na potojnë ato pak apetitet, pak më të nalta, më bu Kosova edhe do ekipe shumë të forta, mi mujtë pak më letë. Ajo që është e rëndësishme, më Kosova nuk është outsider, nuk është më vetëm mërmërë shumë letër, tash për i mundë Islandën jashtë e mbrenda, po jemi arë e fortët për tjerat, po synojmë kvalifikimet, krejt që ka na duhet neve t'i falenderojmë të adjemt për angazhimin maksimal, shtabin, teknik, gjithë punën që bëhet në federatë rreth kombëtarës, me shpresë më të madhe që do ta shohim kombëtarën Kosovë qoftë në kampionatin evropian apo botror. Do të flasim edhe për pak minuta edhe për kombëtarën e Shqipërisë, kombëtarja e Kozhizit psoi humbje në Wembley me rezultatin 2-0 me anglezët. Cili është vlerësimi juaj i lojës që patëm në takim me Anglinë? Okej, Tomar, Shqipëria nëse zgaboj lojën e, domethënë para kësaj loje, ndeshjen e fundit me anglezët që ka pasur ka humbur rezultat 5-0. Nëse, jo, s'po gaboj, po sigurisht është, po 5-0, po. Mendoj që ka hy me një ashtu po mëdhej, ashtu trem shumë të madhe, ashtu po mëdhej me tek e funit dihet anglez, sepse vetë fakti që një vlerësimi i kësaj kombëtare të angleze është 1 miliard e 300 miliard. Derisa vlerësimi i Shqipërisë është 100 miliard. Me thonë, është raport tepër, do me thonë, ashtu i madh, me gjëse nuk do të thëtë ajo, do me thonë, nuk është ajo absolute, që do me thonë, nëse e ke vlerën ma të madhe, duhet edhe të triumfosh, po me gjitha the, do me thonë shumë. Tjetër, sa i takon, është vetë ndeshës, unë e mendoj që e këto, që i thash të dy, ashtu po mendoj, ashtu për para, do me dhe ato 5-0 që thash kanë hy me një trem, ashtu me një frikë dhe këtë vlerën, 3 minutat e parë, deri në 3 minutat e parë, 3 minuta e gjys, Shqipëria nuk ka mujtë marrë verit e topë. Do me thonë, bashkë kështu po më dhe e kom për qela ashtu me anë, do me thonë që tërë kohën, 3 minuta e gjys, Anglia ka qarkollu topin. Shqipëria herën e parë që ka dalë para, apo e ka kalu gjysë e ka qenë minuta 22, edhe ka qenë një top i gjatë në Uzunin, të sirë nuk ka mujtë edhe me marrë në posedim. Derisa minuta 24, kur ka kalu me një kombinim ashtu të më akcion gjysë fushën, apo një gjysë fushën e kundërshtarit, dhe minuta 26, ku një intervenim i dobët, i mprojtës ashtu të Anglisë, qëlloj dhe vertikale, nëse në kujtojët, po më bile nga ana e sipër me kështu e kundër. Për ndyshe, pjesën e dytë në shtaderi dikon me gjitha the u liru pak nga presioni dhe që e kishte pak ashtu në posedim topin, në qarkollim, mirë, po me gjitha the ishte po më dhej një ashtu po më një diferencë shumë e madhe, ashtu po më në cilësi, në kualitet, sepse një Bellingham, një Phil Foden, një po më ashtu Ray Kane, po më është me të vërtet ashtu. Zyti Shosholli, desha më lejerë gjithë them që lojtarët anglisë që i përmendet ju, i ka krejt bote ju ka lakmi, edhe në besot që për ju kam lakmi për memorin që e keni. Zoti Prekazi, këthemi se përmendi Zoti Shosholli pikrisht me minuta kur kemi dalë. Dhe une në statistike kam bëjt që në pjesën e parë 87% posedimit e ka pas anglezët, 13% e kemi pas te. Kur folë për Kosovën në Shqipërinë, na çdo herë mundohëm një farë balansi me bo, edhe deklaratat që i shetit lojtarëve edhe stafit, mendoj që absolutisht s'kan drejt asnjoni. Para e thëmë këtë fjallë, ai që frigohet me lujt me top, ma miro mos me lujt. Ta e në lojtarë të mirë, që kënë shku edhe bile edhe në Evropian. Mirë, po nëse e shefti loja, Shqipëria vendosja lojtarëve në fuhush, taktikisht ka qenë mirë. Mirë, po sa vlen ajo. Nëse lojtarët nuk bojnë presion në kundërshtarë,
Shqyqen jo vetë vendosin e lojtarëve Shqipërisë kërë. Ata mujnë vetëm kur Anglia gabon me top, ti mund me marë topin. Nuk ka tentim asni lojtar, asni vi me bo presion në kundërshtar, se janë vetëdijshëm. Në futbol kjo quhet frikë. Mandej, kur vjen ti të topi rasisht që dha që të 7-13, nuk janë këto rasisht, deklaratat janë ndryshe, po veprat që janë fush. Ti mund me gabu, mund me up duelin, mirë po, tentimi për me shku, me bo presion kundërshtar asni lojtar, vetëm vendosja lojtarë, ajo nuk vlen futbol. Tash kur vjen ti të topi me gabim lojtarëve të Anglisë, që ajo friga nuk të len ty mu hapë, se cilë lojtarë të len për shtypje Shqipëni si lunë liga amatore. E merë topin edhe veç me jekë prej komi, po kuj komi e topin? Minimum që s'ki 3 kanë shti futbol, s'po më rritë futbol. Edhe Shqipëria një varë mënyre, 5 stafit të lojtarë, jenë hi. Në këtë loj, me Anglinë, mësë me umë dikon 6-8-0, po 2-3 me konë. Ata mujnë me deklaru që dhe gjë, mirë, po këto që për e thonë mune, loja që e kumë pa, kjo është ma se e vërtet. Ti asë një lojtarë Shqipërisë nuk i ki pasën që mund një sekundë, 2 minutë një bashkë lojtarë me marë. Kuptohet që kundërshtari shumë i fort. Mirë, po këta e në konë para ndeshjes, dorëzum, si që kemi volë në erë shumë lojtë fort, ose trener, mund edhe me fitu një ndeshje me ekip të fort. Mirë, po, nëse up 1-0, 2-0, trenerat edhe lojtarë, që ka që koqat ma ka thonë, të më kish vetë dikush para ndeshje, të shapranu me këta 3-0 me up. I bjenë mësë më bohët. Veprimet e skuad, e komptare Shqipërisë, në këtë ndeshje, shqyqani edhe kësimet të kurianë edhe krejt, veç ata që aqilojnë golit, kërkosh nuk sen, kërkosh funi fundit në aspektin bukfare, nuk donë me marë përgjithësi për lojtarëve. E ti kur lunë me një Angli, mësë me marë përgjithësi, unë e mendoj edhe me fatjen konë që ka nu veç me këtë rezultat. Po mesi me shprejt që nesër me Andorën dhe të shënët fitore dhe të kthejet në ndërë. E kjo është fati që Maksim Deshi shumë dopë, me një kundërshtar fort, futbol nuk i dijet asë njerë, mendoj që o fatë për Shqipërinë që i ka një ekip cilën mund me logaritë që mund me mposhtë. Në tërsi, Toman, më falë, ti e përmenat apo mëndaj posedimin e topit 87-13, po në tërsi, në globali, dhe më thonë, gjatë 90 minutave ka qenë raporti 76-24, përqindja të më posedimit e topit. E përgjithme, po. Shtu që, dhe më thonë, që të regon, dhe më thonë, ashtu, dhe më thonë, dominimin e Anglisë. Në Safir të nëruar, ju falemderoj shumë që ishit në emision sonte, me begatuat emisionin sonte, dhe besot që jem di shumë mirë me ju sonte, si kundër që nga bënë të ndijet mirë komptarja jonë me fitorin që shënojmë Ministranën. Shumë falemderit të dhe mija. Falemderit. Të nëruar shikus, tu i dha në fund bisedës me analisët tanë Ajet Shoshol në Rafet Prekazin për ta përmjullu blokun e futbolit. Rikthehemi në studio, do të flasim për basketbolin, takimet e gjyrës së 25 të elitës së basketbolit të Kosovar në konkurencën e meshkujve, veçojmë 2 duele, Bora Bashkimi përkatësisht Golden Eagle Ylli dhe Peja. Se si u zhvilluan këto 2 përballje, do t'i ndjekim kronikat e përgatitura. Bashkimi ka ruajtur kreun e klasifikimin në Prokredit Superligën në Kosovës në basketbol edhe pas gjyrës së 25, pas fitores së rëndësishme në kryeqytet ndaj Borës me 9 pike përsi, 88 me 79. Krizenasit e vullosin fitore në qerekun e 4, të cilën fituan me 10 pik avantazh, 28 me 18, për t'ju gëzuar triumfit të 18 këtë edicion me të cilin kryesojnë renditjen me 23 pik, ndërsa në anën tjetër Prishtinasit regjistruan humbje numër 17. Basketbolisti më efikas i portokallezinjve në palestër 1 tetori ishte Wendell Green me 20 pik, 2 kërcime, 5 asistime, ndërsa në radhët e vendesve u dallua Derrick Woods me 19 pike, 13 asistime. Pas 2 fitoreve të mëdha ndaj Trepçes dhe Sigal Prishtinës, Golden Eagle Ylli ka vazhduar formën e mrekullueshme duke mposhtur edhe Pejen, të cilës ju afrua në 1 pik në renditje. Fal paraqitjes shumë më të mirë në 10 minutëshin e fundit, Suarekasit triumfuan me 8 pike përsi, 72 me 64, në një ndeshje ku për vendësit u duallua Jalen Nesbit me 19 pik, aq sa shënoi edhe Tulio da Silva i mysafirëve.
Sfida kryesore Xhiros 25 zhvillohet të dielën prej orës 20 në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në kryeqytet ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Trepçës, ndërsa në të njëjtën kohë fillon edhe dueli tjetër në palestrën Sezai Surroj në Prizren, ku takohen Proton Cable Prizreni dhe Vëllaznimi. Të nderuar shikues, mbesim edhe për pak tek sportet me dorë, flasim tash për handballin, kryendeshja Raoveci Besa Pamgaz dhe Xhiros 22, edhe një fitore 22 rradhazi e Raoveci që vazhdon të mbetet lider i pakontestueshëm. Ndjekim kronikën e përgatitur. Kampioni në fuqi i elitës së handbollit kosovar të meshkujt, Raoveci e ka vazhduar bilancin e 100% të fitoreve këtë edicion duke mposhtur rivalin kryesore për titullin kampion. Besa Pamgaz në palestrën Mizajri Isma në kuadër të Xhiros 22 të Superligës. Pejanet ishin rival të denj vetëm në pjesën e parë, e cila ishte e barabartë, ndërsa vreshtarët ndezën motorët në pjesën e dytë, u shkëputën në rezultat dhe në fund fituan me 11 gola e përsi, 41-30. Handballisti më efikas i vendosve ishte Alban Haziri me 10 gola, ndërsa paraqitje shumë pozitive bën edhe 2 ish lojtarët e Besës, Egzon Gjuka e Jon Muçolli që realizuan nga 8 gola. Në anën tjetër, më i miri të mysafirët ishte Olsi Mulaj me 9 realizime, ndërsa 6 shtoi edhe Aman Muçolli. Pas 22 xhirosh, Raoveci kryeson renditjen me 42 pikë, ndërsa Besa është e dyta me 34. Shikues nderuar, kështu erdhëm në fund të emisionit të sonshëm, edhe një herë duke i falenderuar djemoshat e Kosovës në futboll për angazhim maksimal dhe duke i uruar të gjithë fitoren e sonshme dhe kalimin e grupit B të Ligës së Kombeve, këtu peç realizojmë emisionin duke ju falenderuar për kujdesin e mirë mbeçi.